Ka momente në jetë kur frika na kaplon pa paralajmërim. Zemra rëndohet, mendja lodhet dhe çdo rrugë duket pa dalje. Pikërisht në to çaste, shumë njerëz e zbulojnë se jeta nuk është vetëm fizike, por edhe shpirtërore. Zëri i brendshëm që thot, mos u tremb, vazhdo. Nuk është iluzion. Është kujtesë hyjnore se drita nuk ka vdekur. Psalmi 23 fillon me fjalët: Zoti është bariu im, nuk do të më mungoj asgjë. Këto fjalë nuk janë poezi, janë deklarat pushteti. Ato të kujtojnë se je nën kujdesin e një bariu qiellor, që t'u udhëheq edhe kur rruga e rrësohet. Në rrëfimin ton, dikush po përballon pikërisht këtë lugin të errët. Duke ecur mes dhimbjes, ajo fillon të kuptojë se nuk është vetëm. Shpëtimi nuk vjen gjithmonë me njëherë, por ai është gjithmonë afër. Psalmi 23 vazhdon. Ai më çon në kullota të blerta, më shpije pran ujrave të qeta. Bariu nuk shtyn, ai u udhëheq me dashuri. Narratori ndjen një qetësi të papritur në zemër, si një dorë e butë mbi shpatull, që thot, unë jam këtu. Në këtë fazë, shpirtit i rikthehen kujtime paqeje, gëzimi dhe momente të vogla që dikur ishin të padukshma. Sepse Zoti nuk të lë gjithmonë të kuptosh planin e tij, por të bën të ndjesh praninë e tij. Uji i qetë këtu simbolizon shërim emocional. Mrekullia fillon të ndodh brenda nesh. Ai më rifreskon shpirtin. Spiralja e frikës largohet pak nga pak. Narratori ndjen si të marrë frymë sërish për herë të parë pas shumë kohësh. Errësira ka një taktik, të bindë se nuk do të ketë dritë më, por bariu ka një kundër përgjigje, rilindje. Shpirti rikuperon forcën, kujtimet e gëzimit rikthehen dhe një energji e re shpirtërore ndizet brenda. Ky është momenti kur kupton se nuk je thyer, je duke u ringritur. Ai më udhëheq në përshtigje të drejta, për hir të emrit të tij. Nuk është gjithmonë rruga që zgjedhim vetë. Shpesh, humbja e një dere është mbrojtja e një shpirti. Narratori fillon të kuptojë se çdo shmangje e jetës ka qenë mbrojtje hyjnore. Rruga e drejtë shpesh duket e vështirë, por ajo çon drejt shpëtimit. Këtu vjen vargu më i fuqishëm. Edhe si kur të eci në përluginën e hijes së vdekjes, nuk do të kem frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua. Narratori e kupton se frika nuk zhduket duke ikur. Zhduket kur dikush ecën me ty. Në errësirë mësohet besimi i vërtet. Shkopi yt dhe shufra jote më japin siguri. Goditjet e jetës nuk janë ndëshkim, janë drejtim. Narratori mëson ta vlerësoj disiplinën e Zotit, sepse ajo formon një karakter të pathyeshëm. Ti më përgatit një tryezë përballë armiqve të mi. Zoti nuk të shpëton fshehur, ai të nderon hapur. Mrekullia vjen kur të tjerët nuk e presin. Ti ma vajosh kokën me vaj, kupa ime është plot. Narratori e ndjen bekimin që përhapet te çdo dhimbje. Ai kupton se është i zgjedhur dhe i mbrojtur. Sigurisht që mirësia dhe mëshira do të më shoqërojnë gjatë gjithë jetës time. Narratori tani shet të kaluarën ndryshe. Asgjë nuk ka qenë rastësi. Çdo hap ishte një plan dashurie. Dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit për gjithmonë. Historia përfundon jo me frikë, por me premtim. Narratori kupton se lugina nuk ishte fundi, ishte kalimi drejt dritës. Ai ecën tashmë jo si viktim, por si i shpëtuar. Dhe shpirti e di, ky nuk është lamtumir, është kthim në shtëpi. Në heshtjen e shpirtit, njerëzit shpesh dëgjojnë një zë të padukshëm, jo me veshët e trupit, por me zemër. Jam këtu. Këto dy fjalë kanë ndryshuar jetë, kanë ngjallur shpresë dhe kanë shëruar plag. Personi i historisë son e dëgjon këtë zë, të qetë dhe të fuqishëm njëkohësisht. Zëri nuk urdhëron, nuk kërcënon,
thërret me dashuri. Ai kujton se bariu i mirë nuk braktis kur as një dele të humbur. Në një botë ku miliona zëra luftojnë për vëmendjen tonë, vetëm një prej tyre sjell paqen që nuk zhduket kurrë. Ndihma hyjnore nuk vjen as herët as vonë, por gjithmonë në momentin e saktë. Kur forcat e njeriut mbarojnë, atëherë Zoti shfaq fuqinë e tij. Personi i historisë son bie në gjunjë, i lodhur nga betejë me frikën dhe zhgënjimin. Në atë çast, një dorë e padukshme, por tepër reale, ngre shpirtin lart. Shpëtimi mund të marrë forma të ndryshme: një fjalë, një takim, një mrekulli e vogël e përditshme. Psalmi 23 na kujton: Zoti nuk humbet betejë. Edhe në mes të armiqve, Zoti vendos tavolinën e bekimeve. Kjo nuk është thjesht ushqim, është nderim hyjnor. Ata që deshën rënien tënde, do të shohin ngritjen tënde. Personi ynë shikon se si, pak nga pak, gjërat që duken të pamundura fillojnë të marrin formë. Prej humbjes vjen fitimi, prej lotve vjen gëzimi. Mirësia e Perëndis e te i kalon çdo rrethan. Ti ma ljen kokën me vaj. Në kulturën biblike, vaj ishte shërim, nderim dhe forcim. Plagët e jetës lën shenja, por Zoti nuk lejon që këto shenja të bëhen varr. Ai i shndron në dëshmi. Personi ynë ndjen një ngrohtësi që mbush shpirtin. Dhimbja që dikur dukej e padurueshme, fillon të shndrohet në forcë. Çdo lot ka vlerë para Zotit, dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit për jetë. Finalja i Psalmit 23 nuk është fund, është fillim. Personi i historisë son kupton se lugina ishte vetëm një kapitull, jo e gjithë historia. Jeta e vërtetë është për te i kësaj bote. Paqe e përjetshme, dritë pa ndërprerë, dashuri pa fund. Zoti nuk premtoi që nuk do të ketë lugina, por premtoi që nuk do të ecim kurrë vetëm. Ka çaste kur njeriu ndihet sikur nuk i përket askujt, sikur bota e ka harruar. Por Jezus Krishti e ndryshon këtë realitet me fjalët e tij të pavdekshme. Unë i njoh delet e mia, dhe ato njohin zërin tim. Personi i historisë son përjeton një çast të thellë zgjimi shpirtëror. Ai kupton se nuk është vetëm një numër në univers, jo një fytyrë humbur mes tunës. Ai është i thirrur me emër nga krijuesi i vetë jetës. Deri dje, ecja e tij ishte e mbushur me dyshime. Sot, hapi i tij është më i sigurt, sepse ndjen se dikush po e udhëheq, jo me detyrim, por me dashuri që nuk dështoi kurrë në histori. Zëri i bariu të mirë nuk është gjithmonë i zhurmshëm. Ai është i butë, por i pamohueshëm. Sa herë që frika tenton të marrë kontroll, zëri i tij kujton premtimin e pavdekshëm. Asnjë nga duart e mia nuk do të humbas.